Kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Vullnet Sinaj, zhvilloi një takim me banorët e fshatit Bamat, pjesë e Bashkisë së Delvinës. Gjatë prezantimit të tij para të pranishmëve, kandidati Sinaj theksoi formimin e tij ushtarak, si dhe përvojën si biznesmen, të cilat e kanë ndihmuar në hyrjen dhe në angazhimin në jetën politike. Gjatë bashkëbisedimit, Sinaj u shpreh se ka punuar fort, duke qenë gjithmonë pranë halleve të qytetarëve. Kam këtë mandatin e tretë që kërkoj votat për mandatin e tretë. Ju uroj suksese atyre 4 kandidatëve tuaj. Në formimin tim jam ushtarak. Pastaj kam bërë biznes. Para se të filloja biznesin kam qenë emigrant në Itali, kam punuar rreth 4 vjet si emigrant. Investuam sallën e kardiokirurgjisë për fëmijë në Tiranë. Plus tyre kemi ndihmuar për pandeminë dhe për tërmetin sidomos. Pra kështu ira në politik pa e kuptuar, një gjë e premtova që e kisha në dorën time. Celulari im u thash, sa kohë jem unë deputet do t'jeti hapur për të gjithë ju. Prej 8 vjetësh, telefoni im nuk është mbyllur asnjëherë, ditën dhe natën. Jam përgjigjur çdo banori të zonës për çdo hall që ka pasur. Hall shëndetësor, hall familjar, jam gjetur pranë të gjithëve. Jam kthyer në zonë sa herë ata më kanë kërkuar. Në 2017 zona e Lumit Vlorës, quhet ajo, ishte një zonë e lënë mbas dore. Po nuk më shqetësonin shumë ato investimet e munguara, sa më shqetësonte ishte humbur shpresa tek njerëzit që ajo zonë do bëhet. Atje nga investimet që kemi bërë në zonë është kthyer shpresa. Është bërë rruga e Lumit Vlorës që e lidh krajinën të gjithë me Qeparojnë. Dhe tani së fundmi kemi bërë një rrugë tjetër që quhet rruga e Poçemit, që lidh nga Peshkpia, Vllajina, Koculi, Poçemi dhe del në rrugën Levan Tepelen. Pra janë bërë 2 akset kryesore të zonës. Janë asfaltuar rrugë fshatrash të disa fshatrave. Është një njësi administrative atje lart në Horë, në Kuç, që pothuaj ka mbaruar asfaltimi të gjithë fshatrave, ka mbaruar ujësjellsat, është kthyer gati si në qytet. Ne kemi një fshat atje që quhet Vërmik, braktisur ndër vite nga rruga. Tashmë ne do fillojmë asfaltimin e asaj rrugës Smoksinës. Banorët e atij fshati më takuan, më thanë që deputet ne duam të rikthehemi dhe një herë në fshatin tonë. Do bëj çmos politikisht dhe vetë personalisht për të ndihmuar që ajo rrugë të sistemohet dhe ai fshat të ndërtohet. Por dhe në fshatrat që nuk kemi bërë gjërat të mëdha si këto që u themun, sepse janë 50 fshatra, njerëzit më kanë pritur me dashamirësi dhe i pyeta. Pse më prisni kaq mirë, thash, tan deputet ne kemi respekt për ty, po ne kemi shpresë se ashtu siç i bëre ato fshatrat e tjera, do t'i sistemosh edhe këtë fshatin tonë. Për 8 vjet që jam deputet, nuk kam marrë pagën time. Edhe kjo për arsye të pozicionit tim në biznes, dhe pagën time ja u kam bërë ndihmë njerëzve në nevojë. Për Bashkinë e Delvinës e kam mbritur zërin në parlament dhe kam thënë që transferta e pakushtëzuar dhe buxheti i Bashkisë Delvinës është i ulët. Duhet të rritet 2 fish që t'ju vinë në shërbim qytetarëve. Kështu do vazhdoj përsëri për ta mbështetur Bashkinë e Delvinës dhe çdo njërin nga ju. Pra në rast se do t'ju duhem për të më sjellë këtu përsëri mbas zgjedhjeve, mund ta zgjidhni emrin tim dhe do keni zgjedhur emrin e një shoku.